po flisnim sot që temperaturat janë rritur, akoma dhe më shumë do të rriten me kalimin e ditëve. Me verën duket sikur kemi një përgjegjësi sociale për të dukur sa më në formë të dhe mundur. Paktën disa kështu e ndjejnë dhe në plotësimin e kësaj përgjegjësie sociale, të gjithë shkojnë dhe tentojnë të përdorin suplemente të ndryshme, të cilat mund të mos jenë rekomanduar detyrimisht nga një mjek i specializuar. Dhe sipas disa lajmeve të fundit që po qarkullojnë, ka shumë gjasa që disa nga suplementet e dobësimit të përdorura nga individët duke pasur dëshirën e madhe të humbasin disa kilogram, mund të jenë toksike, mund të shkaktojnë problematika të rënda me shëndetin. Dhe jo më kot, ne sot do të diskutojmë lidhur me këtë temë, duke pasur parasysh rëndësinë e saj dhe duke pasur parasysh se sa shpesh në rrjetet sociale dëgjojmë të jepen këshilla të ndryshme, të cilat nuk funksionojnë njësoj për një njeri dhe për tjetrin, se cili duhet të marrë ekspertizën mjekësore. Por si do qoftë, ne kemi në studio mjeken kliniciste toksikologe Suela Xhufi për të diskutuar më gjerësisht. Suela, përshëndes, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Ka ditët e fundit një alarm për disa produkte dobësimi. Sa duhet të shqetësohen qytetarët realisht dhe cilat janë arsyet që duhet të qëndrojnë pas këtij shqetësimi? Kur flasim për preparatet e dobësimit, janë bërë një trend, duke qenë se është problemi më i madh që ka shoqëria jo vetëm shqiptare, por edhe globale. Domethënë obeziteti është një patologji që ne hasim shumë shpesh në pacient, fatkeqësisht, ka shumë faktorë të ndryshëm. Deri në vitin 2050 janë projeksionet që pjesa më e madhe e të rinjve do të jenë obez. Ka të bëjë nga shumë faktorë, nga faktorët mënyrët të ushqyerit, jeta sedentare, nga hormonet që janë në ushqim, nga intoksikimi dhe shumë faktorë të stresi, me thënë është një konglomerat faktorësh. Unë dua të ndalim një pak në lidhje me produktet që përdoren për dobësimin, cilat janë më trend. Sot më trend janë produktet me injeksion që bëhen në zonën abdominale, që nuk do përdorim emra, po të themi ata që janë antagonistë të GLP-1-shit. Kemi arritur, shkenca ka arritur është duke hedhur së fundmi, siç është retaltrutidi, që do vishë shpejt në Shqipëri, që prek 3 receptor, dhe me thënë ajo aktivizon glukagonin, GLP-1-shin dhe GLP-n, të cilat në qoftë se të përdorë në pacient që kanë një masë BMI, themi, 28 të lartë, dhe që ka një trupore, ka një masë djami, ose masa dhjamore është e lartë mbi 30% të trupit të tyre, dhe në qoftë se kemi një insulin rezistencë dhe kemi analiza laboratorike të përshtatshme për atë individ, këta pacientët të jenë kandidat perfekt, jo vetëm për të rregulluar insulin rezistencën ose atë që ne e quajmë rezistencën dhe të glukozës, që ne e gjejmë shpesh në këta pacient, dhe një inflamacion të rritur, por do të ndihmoj edhe në uljen e masës dhjamore. Këto janë produkte që janë shumë në modë në Shqipëri dhe përdoren nga persona që janë të specializuar dhe nga persona që nuk janë të specializuar. Problemi që hasim në këto substanca nuk janë një kohë të gjatë në studim, mbi 10 vjet, shohim një ulje të masës muskulare tek personat, e cila është rrezikshme. Pse është rrezikshme? Sepse normalisht po flasim për një person që është mbi 40 vjeç. Në moshën mbi 40 vjeç kemi një ulje të masës. Dhe muskuli është ai që bën na mban në këmbë praktikisht. Na mbajnë në këmbë, në radh parë bën rregullimin e metabolizmit bazal, për rregullimin e energjisë bazale, atë që harxhon mitokondria ose qeliza, dhe në momentin që ne bëjmë një ulje të masës dhjamore, të masës muskulare, detyrimisht riskojmë indi kardiak, riskojmë dhe marrjen e peshës shumë shpejt. Riskojmë edhe një dëmtim të gjatësisë individit. Janë këto, Suel, më fal, po doja ta bëja këtë pyetje. Janë këto injeksione, pra në rastin e injeksioneve që ti përmende, për të mos thënë emra, edhe pjesa më e madhe i njohin se cilat janë. A krijojnë varësi pra në momentin që ti e ndërpret? A ke një tendencë që trupi të ta kërkoj, sepse ti fillon me një herë, shtompesh, rikthehesh tek ajo gjendja e mëparshme? Atëherë, nëse trajtohen nga persona që janë të specializuar, ti fillon me në momentin që ndërpret me një herë, ti fillon të ke një oreks të frikshëm. Por ajo bëhet me protokoll. Do të thënë, ka protokolle për këtë gjë. Protokolli bëhet me dozë ulse dhe nëse mbahet një regjim, presuppozohet që pacienti të ketë pak minimumi 6 muaj në terapi. Në momentin që është në këtë periudhë ai ka mësuar një mënyrë të ngrënit tjetër, i shfutur një aktivitet fizik tjetër,
dhe detyrimisht ka krijuar një rutinë. Dhe nëse bëhet siç duhet, nuk kemi riskun që pacienti të ketë atë ndjenjen e urisë frikshme ose cravingsin të menjëhershëm mbas ndërpritet. Sot në botë ka studime, në Shqipëri nuk është se kanë ardhur akoma, nëse ne bëjmë kombinimin e antagonistëve të siç është taltutidi ose anti-GLP-s, GLP-1 dhe glutationit me ne i quajmë peptide, janë rrisit e fundit ose off-label, të cilat bëjnë të mundur aktivizimin e leptinës që të bëhet djegja e dhjamit në adipocit dhe aktivizimin qelizor të argjimit të energjisë, nuk do të kemi një humbje të masës muskulare mbi 20%, siç e kishim nëse nuk do përdorim këto peptide. Pra, kombinimi i këtyre të treve do të çonte në një rënje të shëndetshme dhe në mos humbje të masës muskulare. Por në qoftë se nuk ndodh ky kombinim, do të kemi atë që thash më parë. Ndërsa, për produktet e tjera që përdoren, që cilat mund të japin, përdoren diuretikët, përdoren preparate që bëjnë uljen e oreksit në sistemin cerebral, pra central, themine, siç mund të jetë sobutramina, që është hequr nga viti 2010. Këto kanë efekte negative në organizëm, sepse japin strok, japin goditje në tru, ose mund të japin probleme të traktit kardiak, të më falni të sistemit kardiak. Në ato raste ku ne përdorim diuretik ose mund të kemi humbje të elektrolitëve që japin përsëri rrezik nëse përdoren mbi 1 vit ose 2 vjet të kancerit të zorës, mund të japin çrregullime elektrolite të cilat mund të çojnë në çrregullime kardiake. Kështu që përdorimi i substancave ose i çajrave që mendohet që janë të lira, që vijnë somos nga Kina, të pakontrolluara, mund të kenë substanca si mund të jetë sobutramina ose preparate të cilat janë supresant cerebral. Dhe çajrat nuk janë një formë nuk janë të kontrolluara. Duhet të kuptojmë një gjë, se këtu është problemi. Aditivët ushqimor ose suplementet nuk janë barna. Kanë ligj tjetër. Barnat kanë ligj tjetër. Barnat detyrimisht një kompani që hedh një bar duhet ta provojë atë brenda 10 viteve, të bëjë studime klinike deri në fazën e fundit që është globalja. Dhe pastaj të miratohet. Ndërsa në ato raste kur ne flasim për suplemente që futen dhe ato të dobësimit, ato nuk trajtohen në këtë mënyrë dhe nuk kontrollohen, shikohen vetëm nga ana bakteriale. Pra mund të kemi kontaminime të këtyre suplementeve, sidomos proteinave që përdorin shumë sot personat që merren me stërvitje. Kontaminimi siç mund të jetë me aspartan mund të çojë dhe në kancer të veshkave ose të prostatës. Kontaminimi i këtyre proteinave me anabolizant, do të thonë që mund të jenë testosteroni ose androgjenët, që çojnë jo vetëm në çrregullime hormonale, por edhe në ndryshime të sistemit endokrin, duke çuar në pankreatite, duke çuar në tiroidite, të Hashimoto, që kemi një rritje të tiroiditeve. Po, nuk e di me çfarë lidhet konkretisht kjo rritje e problemeve me tiroiden. Kjo lidhet me aftësinë që kanë këto suplemente për të aktivizuar një inflamacion kronik në fillim, kronik i cili nëse vazhdon për një kohë gjatë, çon në një përgjigje imunitare të trupit tonë ndaj qelizave, jo vetëm të pankreasit, por edhe të sistemit endokrin, pra të tiroides. Kështu që përdorimi i suplementeve nga persona të cilët nuk janë të specializuar dhe që nuk e njohin mirë shkencën e obezitetit, ose tatë që ne quajmë të endokrinologjisë, riskojnë që ta çojnë veten në një sëmundje siç mund të jetë pankreatiti, siç mund të jetë gastriti, siç mund të jetë sistemi kardiak, në një risk për tumore, për shembull këto preparatet intramuskulare që ne i diskutuam, kanë risk në pacientë që vuajnë nga tiroidja, kanë risk për të dhënë kancer të tiroides, sipas një studimi. Por kemi dhe anën tjetër të medaljes, që obeziteti në vetvete shton 17% rrezikun për tumore. Patjetër, është një risk që vjen së bashku me... Duhet të diskutojmë, mjekësia nuk është e prerë me fik, por është një shkencë e cila bazohet tek individualiteti i pacientit. Çdo individ duhet të trajtohet
Lega Arti, si pas të dhënave të tij klinike, si pas sëmundjeve të kaluara ose anamnezës familjare që ai ka të trashëguar, si pas analizave biokimike, cilat ne shkojmë, a ka nevojë ky pacient për një trajtim të insulinës, rezistencës, të tolerancës të glukozës dhe shumë faktorë të hemoglobinës së glukozuar dhe shumë faktorë të tjerë që mjeku i vën në balans ose dhe të mungesës së hekurit, sepse ti ke pacient që janë 120 kg, por janë me një feritin 12, 15. Dhe ky pacient është gabim i përhershëm që ne bëjmë që lidhim zakonisht peshën trupore, pra masën trupore të një individi me gjendjen shëndetësore dhe mendojmë që një njeri i cili ka disa kilogram më shumë se sa dikush tjetër është më i shëndetshëm ose të paktën parametrat e gjakut i ka në rregull, për shembull. Këta janë, domethënë këta pacientë janë më fragjil me këta risku më i madh për infarkt është më i lartë ose për osteoporozë të hershme, sepse anti-GLP-t mund të japin dhe osteoporozë të hershme. Jo domosdoshmërisht është efekti direkt. Është efekti indirekt, sepse këto bëjnë një ulje thash që parë të masës muskulare ose të asaj që ne i quajmë indit kartilaginoz. Sepse në qoftë se nuk përdoret me ato dy peptidet, sipas studimeve të fundit që në Shqipëri janë shumë pak mjek që i përdorin, sepse janë off-label, janë të pamiratuara nga FDA-ja dhe detyrimisht ti nuk ke të drejtë të i përdorësh në qoftë se nuk je një qendër kërkimore shkencore e licencuar në rang global për këtë lloj përdorimi. Kështu që detyrimisht nuk është se ka në Shqipëri mjek që i përdorin, sepse kështu është vetë ndërtimi. Sot këto i përdorin vetëm me ushtrime dhe me nivel të lartë proteinik. Doktoresha, duhet të prek edhe një pikë tjetër se gjë si shqetësim kurdoherë nga shumë individ. Nga njerëz patjetër që i kam afër, po edhe nga njerëz të cilët mund t'i ndjek në rrjetet sociale. Shpesh flitet për fryrjen. A është fryrja, a mund të vi fryrja nga intoksifikimi i trupit dhe cilat janë disa nga mënyrat se si mund ta kuptojmë? Inflamacioni është shkaku kryesor që ne kemi në organizëm që jep, për shembull përdorimi shumë i sheqerit jep një person i cili ka një mbëlqi jo që funksionon normal, detyrimisht do ketë enjtje, do ketë një barkë të dhjamur, do ketë një fytyrë në zonën e qafës ose të fytyrës të ëndur në mëngjes kur çohet. Në ato raste kur kemi dëmtime të sistemit renal dhe kardiak, mund të kemi dhe këmbë të ëndura ose mbajtje të ujit, që quhet ndryshe, por që vjen nga shumë faktorë. Jo domosdoshmërisht një pacient i cili ka ka një veshkë që funksionon dhe një zemër që funksionon, mund të mos ketë ujë. Uji vjen nga inflamacioni, vjen nga përdorimi i kripës edhe i sheqerit në mënyrë jo adekuate dhe është pjesa kryesore që ne heqim, ose pjesa e parë që ne heqim, ku ne bëjmë një detoks. Detokset për eliminimin e ujit, patjetër që janë të shumta, por duhen bërë nga mjek specialist dhe unë jam kundra këtyre detokseve që bëhen me frulim, sepse nuk mendoj që ka ndonjë efekt personalisht, më duket më shumë biznes, se sa efekt. Po në trupat të shëndetshëm mund të funksionojë të gjithë kemi inflamacion. Të gjithë kemi inflamacion, sepse është mënyra. Do shpresonim të ishte këtë shëndetshëm, po është e pamundur. Ka të bëj, duhet të kuptojmë diçka. Në momentin që ne konsumojmë ushqim, në momentin që ne jetojmë në një ambient kaq toksik sa ç'është gjithë bota është, jemi shumë makina, telefona, shumë gjëra, detyrimisht ti je inflamuar, çfarë mund të bëjmë ne në mënyrë shumë të thjeshtë, pa kaluar për shembull në gabime. Gjëja e parë që mund të bëjmë është një detoks 24 orësh vetëm me ujë edhe me elektrolite, do ishte gjëja ideale. Dhe elektrolitet mund t'i vendosim përmes kripës në mos gaboj? Mes kripës, domethënë, unë po e them një gjë të thjeshtë që unë e bëj vetë, momentalisht kam po që s'po pi detoks, jam goxha, jam dhe për vete në nivel obizoniozitet. Mund të përdorim sodën e bukës, mund të përdorim limonin, mund të përdorim kripën. Kripa është shumë e mirë dhe limoni shumë e mirë sepse krijon një farë rritje të
pH-it të ujit, duke ndihmuar dhe jo vetëm në dhënien adekuate të elementeve që i duhen një trupi, por dhe duke rritur pH-in. Duhet të përdorim dhe magnez, patjetër, se magnezi luan rol shumë mirë në atë që ne i quajmë proceset më të rëndësishme metabolike të ditës. Dhe pjesa më e madhe jona kanë mungesë magnezi. Magnezi duhet merret specifik për problemin që ti ke, sepse ka 6 dhe 7 lloje magnezesh. Për shembull oksidi ose biciklinati kanë efekte të ndryshme. Një mund të përdoret për pastrimin e zorës, një mund të përdoret për gjumin ose thranati, për sistemin kognitiv. Pra janë të ndryshëm, prandaj edhe roli i mjekut është i domosdoshëm. Duhet, është i domosdoshëm. Dhe mund ta bëjmë të 24 orë, të pish 3 litra nga kjo përmbajtje që unë thash. Pa konsumuar asgjë. Pa konsumuar asgjë dhe do të shikosh që pacienti, dhe po ta përdorësh dhe vetë, po ta bësh një ditë që qetësi në shtëpi, që të mos të duhet të kesh punë. Do kuptosh se zbrazur frigoriferin. Trupi do merret me veten. Domethënë nuk do merret me cilat janë shenjat e para që tregojnë që trupi po detoksifikohet? Atëherë, në fillim kam përshtypjen nuk është kaq e thjeshtë, duket si një lloj vuajtje në fillim. Në fillim po, do kesh një gjendje lipotimie, mund të kesh një gjendje si pak si ndjenjë të fikti, mund ta kesh atë gjë, dhimbje koke, që tregojnë që ke inflamacion goxha, mund të kesh një tension të ulët, pastaj fillon fuqia. Kur trupi fillon edhe bën pastrimin, merret me pastrimin e mëlçisë sidomos, dhe të traktit gastrointestinal, fillon fuqia, ti ndihesh më lehtë, nuk t'ikën ajo që ne e quajmë cravingsi ose uria për sheqer. Idealja është 3 ditë, 3 ditë është 73 orë, por gjithmonë duhet bërë nga persona që kanë kohë që e bëjnë, e fillojnë 24 orë dhe me monitorim nga mjeku, sepse ti mund të bësh, edhe nuk, unë e bëj se unë jam mjeke, por pse më pëlqen më 74 orë, më pëlqen se ti bën një, jo vetëm pastron atë mëlçin dhe traktin gastrointestinal, po ti bën një pastrim të qelizave të cilat janë të dëmtuara. Pra bën një heqje totale të elementeve toksik, thuhet, ose sipas studimeve që bën edhe një fillim të pastrimit të parazitëve, por parazitët kërkojnë një kohë më gjatë. Unë mendoj që një pacient që të bëjë një pastrim nga parazitët duhet minimumi 6 muaj. Që ti marri të tëra, duke filluar që nga binders, që nga heqja e metaleve të rënda, pastaj fillohet pastrimi me antiparazitar ose me vajra për të bërë elimin e parazitëve. Por detokset janë, unë mendoj që trupi po të dëgjohet nga ana fiziologjike, është mënyra më e mirë për të bërë pastrimin, sepse ne jemi të ndërtuar fiziologjikisht në mënyrë perfekte. Dhe trupi vetë pastrohet dhe është vetë regulator i vetes. Doktoresh, unë falenderoj për çdo këshill edhe uroj që të kemi shkuar në veshët e duhur dhe të gjithë jenë më të kujdesshëm kur bëhet fjalë për produkte dobësimi. Jo gjithçka funksionon njësoj për gjithë. Falenderoj edhe një herë.